Ka pranuar shërbimin, dakord, interpretoj si dush, po ai gjersa ka një shërbim të ofruar, Partia Demokratike i dorëzot asaj. S'ka diskutim. Sepse ajo është një fondacion adhetarësh, patriotësh, që e duan shumë të vet, antikomunistësh, të cilët shohin tek Edi Rama një shkatrimtar të vërtet të kombit dhe kanë kriju një fondacion për të ndihmuar Partinë Demokratike. Po ata atë kontratë nuk kanë shkruajtur, por nuk e kanë firmos për vetën e tyre. Domethënë për të ndihmuar ata vetën. Për të ndihmuar ata aq sa çdo shqiptar është fjala. Këtu s'ka asnjë lloj kontradikte. Kjo është e vërteta. A është kjo kontratë për të hequr në gratën tuaj, dhe përfshin edhe shërbimet e konsulentit tuaj, Kris Laçivita, te kjo pagesë? Faleminderit. Tani, vje keq që e shtronë kështu, unë ja u kam thënë dhe ja u them ju me saktësinë më të madhe. Kris Laçivita është i kontraktuar për zgjedhjet, konsulent për zgjedhjet dhe për asgjë tjetër, se janë në ligje janë të ndryshme. Ai Continental është i kontraktuar avokati të kauzave të drejta të Partisë Demokratike, kurse Kris Laçivita është kontraktuar këshilltar elektoral i Partisë Demokratike. Nuk lejohet që të bëjnë aktivitete që nuk parashikohen në kontratë dhe janë kjo kontratë, kjo është e afishuar në entin federativ amerikane, kanë të gjitha aty, s'ka asgjë sekret aty. Asnjë gjë, lexojeni dhe shikoni çfarë thotë. Është shumë transparente, nuk është historia e McGonigalit këtu, që i jepën parat në garazh. E kupto vetë, në garazh. Nuk është historia e Bilalit, që martohet me Bilalin se duhet ishte çift. Duhet ishte çift. Baj groja Bilalit, ky që të futej në darkë me Obamën, masi aty pëlqej që çiftet duhet ishin burra. Nuk është histori të tilla, nuk ke gjëra të tilla. Këtu ke gjëra të deklaruara në transparente, janë patriotë shqiptarë që kanë krijuar një fondacion dhe që duan që vendi Partia Demokratike të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria të ketë marrëdhënie shumë të mira. Tu besoj se është një gjë shumë e transparente. Natyrisht në kuptoj se u ka djegë shumë disave. U ka djegë. Lexojeni pak të çfarë thotë. Çfarë thotë rezoluta? Rezoluta thotë se janë përdor institucionet, është përdor drejtësia kundër opozitës. Akoma më keq kundër pluralizmit, për shtyp pluralizmin. Realizojeni pak. Është bazë diktaturë. Aty ku synon shtypet pluralizmi. E çfarë thot tjetër? Krimi elektoral i pandërshkuar, nuk ka ndërshkuar shpuri kush. Kush duhet ta ndërshkojë? Ka një institucion që quhet SPAK. Ajo referohet pikërisht SPAK-ut. I cili sipas Edi Ramës është garant kryesor. A e dini sa kohë po e majnë dostin me McGonigalit ata? Është e tëra, është kryerputi kontrolluar nga po të mos mbanin dosjen, Edi Rama do ishte një shkullin rikër. Nuk do ishte këtu. Do ishte një shkullin rikër. E di që është një shkullin rikër? Ka një burg të famshëm, me një histori nga më dramatiket. Atje ka vëmi. Në ati ishku, se aty është dhe McGonigalit tani po vuan denimin.